Juristi Kreshnik Spahiu vlerësoi partitë e reja dhe të vogla politike për garën që po bënin, edhe pse pa barabartë ndaj forcave të mëdha. Këto të fundit kanë në dorë edhe numërimin e votave për partitë e vogla, teksa shprehu zhgënjimin me opozitën dhe veçanërisht PD-n, që kishte zgjedhur modele të shëmtuara prezantimi në fushatë elektorale dhe jo si ato të vitit 2005 me duar të pastra. E kam ndjekur fushatën dhe kjo është risi për partitë e reja politike. Jam i impresionuar nga partitë e reja të Dasheit, Endrej Shabanit, Agron Shehajt apo Arlind Qori. Mua më duket si dhjetori 90-s. Vështirë se do të kenë mundësi më të mirë dhe aleat si SPAK këto partitë të reja, ku janë arrestuar ministra, deputet, kryebashkiak, zyrtar, vetëm të bëjnë gol me portën bosh, por më vjen keq me këta të tjerët, opozitën. PD-ja që nuk po bën atë që ka bërë, atë që bëri në 2005 me këmisha të bardha, me duar të pastra, por na kontraktoi një kompani konsulente me Lësivita. Thot ai, Spahiu shprehu keqardhjen që partitë e vogla nuk do kenë komisioner për të numëruar votat dhe këto të fundit janë në dorën e partive të mëdha. Madje e quajti një lojë politike të pandershme, pavarësisht se kanë edhe fonde financiare, politikën, kapitalin, por po zhgënjejnë, kurse partitë e vogla kanë mundësinë, janë shumë më lartë. Është absurde dhe e pandershme që votat e partive të vogla t'i numërojnë 4 partitë të mëdha. Kur i shet të japin një lloj ndjesie këto partitë e vogla dhe më vjen mirë, shpreh juristi.